Vari i Michael Jacksonit është i zbrazët. Më në fund zbulohet se plot 8 vite besohet se Michael Jackson u varos në varrezat e mëdha në Forest Lawn të Kalifornisë. Megjithatë del që të mos jetë kështu dhe shpërthen si një bombë lajmi se poshtë burit të mermerit nuk gjendet trupi i këngëtarit legjendar. Një portal amerikan, duke u mbështetur mbi burime të sigurta, ka bërë publike se trupi i mbretit të popit është djegur me kërkesë të nënës së tij, Catherine, ndërsa hiri i trupit të tij është përndarë nën pemën e preferuar të tij në fermën Neverland. Duke theksuar faktin që pas ceremonisë komemorative që u mbajt në Los Angeles, trupi i këngëtarit u varos në varrezat e mëdha. Mirë po thuhet se Catherine Johnson është frikësuar që mos dikush t'i vjedh eshtrat e Michaelit dhe pas një grindje disa muajsh me familjen e saj, u pajtuan që trupi i këngëtarit të digjet. Pas ceremonisë private, që është mbajtur më 3 shtator të vitit 2009, arkivoli i zbrazët u lëshua përsëri në varr. Pra u vendos atje.